Nëse keni dhimbje të gjurit, vendosni lakër dhe do befashoheni me rezultatin. Kunal Sut, një specialist e menaxhimit të dhimbjeve nga Maryland, ka ndarë në një metodë të lirë dhe jo konvencionale për dhimbjet në gjuhë, por edhe për nyjet në përgjithësi. Ai propozoi që të mbështillni zonën e dhimbjes me disa gjethe të lakrës, citon New York Post. Gjethet e lakrës janë përdorur në disa kultura si një aplikim tipik për të reduktuar inflamacionin dhe dhimbjen, shpjegoi Sut përmes një video në rrjetet sociale. Besohet se gjethet përmbajnë komponent me veti të mundshme anti-inflamatore. Gjethet zakonisht aplikohen në nyje të prekura pas janë të freskëta. Ullumtimet e publikuara në vitin 2022 zbuluan se një mbështjellje e nyjeve me gjethet e lakrës për një orë ishte aq efektive në përmirësimin e funksionit të gjurit dhe dhimbjeve të personave me osteoartrit sa një astëk ftohës me xhel që mbahet minimumi 20 minuta në këtë pjesë të problemit.